Mund të duket e çuditshme, por a e keni menduar ndonjëherë që këmbët mund të na tregojnë diçka shumë të rëndësishme për një organ krejt tjetër, mëlçin? Po. Tingëllon pak e pazakont, por trupi ka mënyrat e veta të mahnitshme për të komunikuar. Dhe sot do të zbulojmë pikërisht këtë lidhje të fshehtë. Pra, pyetja që shtrohet është çfarë mesazhesh po përpiqen të na dërgojnë këmbët tona për mëlçin. Le të hyjmë më thellë dhe të mësojmë si t'i deshifrojmë këto sinjale. Ta shohim këtë si një lloj detektivike shëndetësore. Okej, para se të vazhdojmë, një gjë shumë e rëndësishme. Duhet ta theksoj këtë. Informacioni që do të ndajmë është thjesht për qëllime informative, nuk është një mjet për vetë diagnostikim. Këto janë thjesht të dhëna shenja të mundshme. Për çdo shqetësim, për diagnozë dhe trajtim, adresa e vetme është gjithmonë mjeku. Mirë, ja çfarë kemi përgatitur. Së pari, do flasim për mesazhin që vjen nga këmbët. Pastaj, do të kalojmë te shenjat konkrete, ato që shihen me sy dhe ato që ndihen. Do të kuptojmë pse mëlçia është kaq kyçe në gjithë këtë histori, çfarë i shkakton problemet dhe në fund do të shohim disa këshilla praktike për dietën. Atëherë, le t'ja nisim seksioni i parë, një mesazh nga këmbët. Dhe pyetja e parë që mund të lindë është pse pikërisht këmbët? Po përgjigjja është mjaft logjike. Problemet shpesh shfaqen në zonat më të largta nga qendra e komandos, që është demra, dhe këmbët, ato janë pikërisht pika më e largët. Dhe ky citim këtu e përmbledh në mënyrë perfekte. Pamja e këmbëve dhe shputave na jep informacion tepër të vlefshëm për shëndetin e përgjithshëm. Ta imagjinojmë pak si një sistem autostradash. Zemra pompon gjakun poshtë, drejt këmbëve, dhe ai duhet kthehet sërish lart. Çdo problem, çdo, le të themi, bllokim trafiku në këtë sistem, shpesh i lidhur me funksionin e mëlçisë, do t'i shfaq shenjat e para pikërisht aty në fund të rrugës. Mirë, tani le të kalojmë te pjesa praktike. Le të bëhemi pak si detektiv dhe të shohim se çfarë shenjash vizuale mund të na tregojnë këmbët. Atëherë, çfarë duhet shikojmë? Për shembull, pikat e kuqe dhe kafe. Këto shpesh lidhen me qarkullim jo shumë të mirë të gjakut. Ose venat merimang, ato të voglat. Këto mund të jenë një sinjal se ka një grumbullim estrogjeni, sepse një mëlçi e mbi ngarkuar e ka të vështirë ta përpunojë. Më pas, thembrat e çara mund të tregojnë një mungesë të vitaminës B3 ose omega 3. Madje edhe myku i thonjve mund të jetë një shenjë e një çekulibri të mikroflorës që e ka zënafillën te mëlçia. Dhe sigurisht, shtrati i bardhë i thonjve, një tjetër shenjë e qarkullimit të dobët. Por nuk mbaron me kaq. Nuk është vetëm ajo që shohim me sy, është edhe ajo që ndjejmë. Pra, le të kalojmë te ndjesitë fizike. Për shembull, kruarja në shputat e këmbëve, sidomos natën, pa ndonjë arsye të dukshme. Kjo mund të lidhet me një mëlçi të mbingarkuar dhe grumbullimin e histaminës, ose dhimbja, inflamacioni, apo edhe ndjesia e këmbëve të nxehta. Të gjitha këto janë sinjale të mundshme. Dhe diçka tjetër, era e keqe vazhdueshme e këmbëve. Mund të tregoj se sistemi i detoksifikimit të trupit, ku mëlçia luan rolin kryesor, nuk po funksionon në kapacitetin e plot. Dhe së fundi, edema me grobëzim që është një shenjë shumë e qartë. Le ta sqarojmë pak këtë termin edema me grobëzim. Është shumë e thjeshtë. Kur shtypet me gisht lëkura, zakonisht në zonën e kyçit këmbës, dhe aty mbetet një grob për disa sekonda, kjo është edema me grobëzim. Është një shenjë klasike që tregon se trupi po mban lëngje. Dhe kjo shpesh lidhet me problemet mëlçisë. Mirë pra, kemi parë një sër shenjash si vizuale, ashtu edhe fizike. Por pyetja logjike është, si lidhen të gjitha këto me mëlçin? Pse një problem me mëlçin shfaqet pikërisht te këmbët? Ja ku qëndron lidhja kryesore. Një mëlçi që nuk funksionon siç duhet, mund të shkaktojë qarkullim të dobët të gjakut dhe probleme me përthithjen e lëndëve ushqyese. Mendojeni kështu, mëlçia është thelbësore për përthithjen e vitaminave të tretshme në yndyrë, si vitamina B3 për lëkurën. Kur mëlçia ka vështirësi, këto procese ngadalësohen, dhe efektet, ato shfaqen pikërisht në pjesën më të largët të trupit nga zemra, pra te këmbët. Tani që e kemi kuptuar lidhjen pse, le të kalojmë te pyetja çfarë. Pra, çfarë i shkakton këto probleme me mëlçin? Le të shohim disa nga faktorët kryesorë. Ja ku kemi disa nga faktorët kryesorë. Së pari, efektet anësore nga medikamente të ndryshme. Së dyti, një konsum i lartë sheqeri, dhe këtu veçohet shurupi i misrit me fruktoza të lartë, i cili është një barre madhe për mëlçin. Mëtej, një dietë ku mungojnë perimet e freskta. Sigurisht, konsumi i tepërt i alkoolit. Dhe diçka që mund të jetë surprizë për disa, edhe marrja e tepërt e proteinave mund ta stresojë mëlçin. Mirë, pasi folëm për shkaqet, natyrshëm vjen pyetja,
po zgjidhjet. Çfarë mund të bëjmë nga ana jon, veçanërisht me dietën, për të mbështetur mëlçin? Parimi është mjaft i qartë, më pak nga ato që e rëndojnë dhe më shumë nga ato që e ndihmojnë. Pra, nga njëra anë, duhet të kufizojmë proteinat e tepërta, sheqerin, alkoolin dhe ushqimet e përpunuara ose të gatuara te mase. Nga ana tjetër, çfarë duhet të shtojmë? Sa më shumë perime, veçanërisht ato të freskëta, për t'i dhënë mëlçisë enzimat dhe lëndët ushqyese që i nevojiten për të rigjeneruar. Dhe me këtë, i kthehemi pyetjes son fillestare. Trupi ynë, dhe në këtë rast këmbët, po përpiqet vazhdimisht të komunikojë. Pyetja mbetet, a jemi duke e dëgjuar? Ndoshta ka ardhur koha t'i kushtojmë pak më shumë vëmendje këtyre mesazheve të heshtura, por kaq të rëndësishme.